Mirë dita, mi temi të tubit. Sot do t'ju tregoj se si mund të punojmë me suvajk. Kjo është suvajka për të gjitha ato që janë kurioze. Ka dhe modele të ndryshme. Ka dhe suvajk që janë me kokë me grep. Ka dhe kështu vetëm në formën e rombit. Atëre, suvajka fillohet në këtë mënyrë. E mbledhim fijën te gishti vogël. E kapim te gishti. Edhe e mbajmë me dy. Dhe do bëjmë 1, 2. Njërë nga lartë, njërë nga poshtë. E ndajmë fijen, e të reqim pak kështu, edhe e mbajmë me dy gishta. Tani, njërë e fusim nga poshtë, 1, njëherë nga lartë, 2. Prap, njëherë nga poshtë, njëherë nga lartë, njëherë nga poshtë, dhe njëherë nga lartë. Njëherë nga poshtë, shikoni me kujdes, ja, si e fut. Kështu, e mban me dorë, e fusim te kjo laku, edhe nxjerrim. Ja dhe këte nga sipër, këtu, e kalojmë këtu poshtë, këtu, te ky harku kështu. Tani, suvajka është pak e vështirë, jo pak, po është çik shumë e vështirë. Vazhdojmë prapë. E rëndësishme njërë të mësoni se si futet. Njëherë nga poshtë, njëherë nga lartë. Se po mësu ato se si bëhet kjo, atëre e mësoni kollaj për të bërë edhe modelet. Për të bërë edhe vathot, ante mulesave, për të bërë kompletet e qendrove. Atëre. Njëherë nga poshtë, njëherë nga lartë. Njëherë nga poshtë, njëherë nga lartë. Shiko tash nga lartë, ku kalon fija në mes të kësaja, që e mbaj me dorë, futet këtu, edhe nxjerrim te harku. Tani e mbajmë kështu, që mos na ngatrohet për gjeni fillestar. Vazhdon kështu. E fusim prapë te ky harku. Gjithmonë ja, njëherë e mbajmë me këtë gishtin, me këtë kështu, edhe e fusim këtu. Njëherë e mbajmë me këtë gishtin tjetër nga sipër, kështu. Ja. Do të thonë, njëherë futet këtu nga lartë, njëherë futet kështu nga poshtë. Ja. Mund ta provoni edhe vetë, merrni një fije dhe futeni edhe me dorë. Unë në fillim kështu e kam mësuar, kam qenë në punë, edhe na mësoi një shoqe, edhe merrni një fije çik të trash, fije dhe kështu, edhe punoni, vini me dorë, nuk e vini fare kështu, po e mbani me dorë dhe futeni e punoni. Që ta mësoni suvajkën është shumë e mirë, se është një punim, për mendimin tim është një punim klas, elegant, është shumë e bukur, po ta mësoni. Ja. Unë bëj dhe kurse online, për të mësuar se si punohet me suvajk. Shiko. Sot ju shpjegoj se si bëhet kjo dhe si futet suvajka. Herës tjetër do t'ju mësoj si mund të bëjmë të lulen. Radhës tjetër t'ju mësoj se si bëhet kapja tek këto. Lulet me njëra tjetrën. Ose ja kjo si që është kjo këtu. Si bëhet kapja. Sa ta mësoni kështu se doj çik mundim. Atëre. Vazhdojmë prapë. Njëherë nga poshtë, njëherë nga lartë. Vetëm do të keni kujdes mos t'i ngatroni, se nëse i fut dy herë nga lartë, njëherë nga poshtë, të prishet ky rregulli këtu. Ja. 1, 2. Poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Dhe gjithmonë kur bëjmë këto, kjo na pasaj kur varet me sa numrin kur i bëjmë ato, kur bëjmë modelet me sa numrin i bëjmë, edhe e tërheqim kështu. Se kjo është një punë që nuk ka nevojë as për hekur, as për të ngrirë, rivet kështu drejt. Prandaj e shtrëngohet këtu ajo, edhe ri drejt. Ja prap.
një herë poshtë, një herë lartë. Një herë nga poshtë, një herë nga lartë. Që mos ngatroni, do ta thoni me mendjen tuaj. Një herë poshtë dhe një herë nga lartë. Shiko? Gjithmonë të kjo fija këtu. Një herë këte, një herë këte. Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Këtë fjesë është në vetë në bani shumë të gjatë, se ju ngatron. Ja dhe njerë. 1, 2, 1, 2, edhe shtërngojmë prapë. Dhe në qofë se tash e mbyllim këtë, të rriqet kjo fija, që ta shikoni ju si bëhet, edhe këtë e tërheqje shtërngon, edhe ja kjo del kështu, nuk ka nevoj për të ngrije, për të e krosur. Ja bëjmë prapë dhe njëherë, që ta kuptoni, e kapim fijen këtu, me gishin e vogël e për dredhim, e hedhim të gishti tregues, e kapim me këto dy gishta dhe e mbajmë kështu. E lorojmë pak dhe e mbajmë në këtë pozicion. Ja dhe njëherë. Kur fillohet, bëhet njëherë nga poshtë, njëherë nga lartë. Gjithmonë do të bëhen 2 mbushje për të vazhduar pastaj punën prapë. Ja dhe njëherë. Njëherë nga poshtë, 1, nga lartë, 2, nga poshtë, 1, nga lartë, 2, nga poshtë, 1, nga lartë e mbani kështu, shiko? Ja. Edhe e fusni këtu, edhe del të harku i brëndshëm. Ja dhe nga poshtë. Kështu. Bëhet shumë është qike zdorshme, por me durim, kush ka durim, edhe e bën. Edhe në fillim nuk e dija me thënë drejtën, me zje punoja. Pastaj, jam mora dorë, nëse unë kam vite që e punoj këtë. Kam qenë shumë e reqë kur e kam punuar. 1, 2, 1, 2. Gjithmonë thoni me veten tuaj. 1, 2. Ose poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Shkoni edhe njëherë nga poshtë, ja shifit edhe njëherë. Këtu. Ose lëqoni këtë vetëm kështu, ja. Kalon në përmjet gishtave. Ja dhe këtu. Në lartë, futet këtu poshtë, edhe mbaj. Ja. Poshtë, lartë. Poshtë, lartë. Edhe e shtrëngoj me dorë gjithmonë kështu. Edhe për ta mbyllur pastaj e tërheqim këtë në këtë pozicion, edhe e shtrëngojmë prapë dhe këtë këtu. Ja. Ky ishte edhe mësimi për sot. Kush është interesuar se si bëhet, të më lërë koment në kanalin tim të YouTube-it.